pse më lejon të them disa se si mund të bëhet një dieta, di njerëzit për këtë gjë. Po. Si mund të organizojnë një ditë? Me kënaqësi. Patjetër, me kënaqësi. Kjo ndoshta do ishte shumë interesante për shikuesit. Po, atëherë në momentin e parë në mëngjes, një person po jap një ditë. Mund të konsumojë një gjysmë gode kos, të futur me të shër, ose një gotë qumësh bajame, ndoshta, me të shër, me 4-5 lugë të shër, me pak fara chia, me një fixhan kafeje boronica, me 2-3 lugë manafera ose fruta pylli, pak kanell, një banane, ndoshta edhe gjysmë avokado. Që ta konsumoj siç është, e pa frulatuar. Pra jo kaluar në blender, të freskët. Para dreke, një person do konsumoj një frut që për shembull supozojmë në këtë rast, unë po konsumoj 2-3 kokra mandelinë ose një kokër portokall, ose konsumoj 2 karota në këtë rast dhe konsumoj dhe një fixhan me bajame. Një ditë tjetër konsumon lajthi, një ditë tjetër konsumon një gotë ujë kokosi, një ditë tjetër konsumon 2 fije selino, një fije karot dhe një dorë ara, pra gjithmonë janë ditët janë ndryshme, flasim midis mëngjesit dhe drekës. Po themi midis mëngjesit dhe drekës. Kur vjen dreka, e pa negocueshme është një sallatë, e cila patjetër dhe pak bukë gruri integral, jo me miell të bardhë, jo me miell ngjyrosës, bukë miell integral që mielli të jetë vërtet integral. Mundësisht dhe me fara. Dhe me fara, po të jetë pra një fetë, nuk rekomandohet shumë buka, por pak rekomandohet në çdo vakt. Sallata jeshile, pak sallat rukola, mund të hedhin pak gjis pa krip, mund të hedhin disa fije karote, mund të hedhin një lugara, disa pomodorini ose feta domate, 2 feta panxar, 2-3 feta repa, vajin e ullirit ose vajin e avokados ose edhe pak vaj liri, dhe pastaj hedhet ose uthull shege, ose uthull molle, ose soje. Pra uthull soje, po themi. Kjo është edhe dreka. Në mbasdite konsumojnë përgjithsisht çajrat dhe nga darka, por te kjo sallata mund të vëmë edhe pak mishpule. Pak mishpule nëse kemi të përzemur mirë, por jo në sasi. Mund vendosim 70 deri në 80 gram mishpule, mëlçin, ndoshta në një moment tjetër të kavardisur atigan, ose mish ose mish viçi diku të marr ose një sasi, ose një porcion peshk, se një ditë mund përdorim një supë bashkë me këtë sallatën. Një ditë tjetër mund të marrim një supë peshku të gëshetuar me këtë. Ose për shembull, në darkë mund të bëjmë përsëri një pjatë me fruta, por mund të bëjmë edhe një pjatë me perime. Kryesisht një pjatë me perime do ishte mirë. Karota të zjera, brokoli, kërpurdha, pak lule lakër, pak bizele, pak domate, pak erza, që janë shumë determinante, mandanozi, koperi, borziloku, rozmarina, çfarë kemi të drejtim, dhe mund të konsumojmë ndoshta një kokërvez, ndoshta s'mund ta konsumojmë nëse nuk e kemi konsumuar në mëngjes. Pra kjo mund të jetë, por mund të jetë darka dhe një sallatë me fruta, duke gëshetuar dhe aroret. Pra pak sika, pak bajame dhe fruta mikse, që të kenë edhe një larmishmëri ngjyrose. Por nëse nuk e kemi konsumuar në darkë në mëngjes kosi, mund ta konsumojmë me këto fruta në darkë. Pra po se konsumuar mëngjes në darkë. Pra kjo mund të jetë një dietë e cila është afërsisht 1500-1800 kalori. Kjo dietë shkon te diku 1800 kalori dhe niveli është sa më të ulta të kripës. Jo sasi të larta të vajrave, gjithmonë të gjalpit, po ashtu jo. Kjo është një ditë diete e thjeshtë. Duke komponuar pastaj që mund të themi dieta dash. Në rast se do bëhet protokoll, kësaj diete i shtohen 2 deri në 4 çajra në ditë, i shtohen 2 deri në 3 suplemente në ditë, i shtohet një aktivitet rreth 15 minuta në ditë, i shtohet një lëvizje për rreth 10-15 minuta zbathur në ditë, dhe dali në diell afërsisht rreth 60 minuta deri në 90 minuta në ditë. Dhe po ashtu një herë në 2 javë, një 10 ditë, një masazh, që ose një akupunkturë ose masazh, ose një formë tjetër të mjekësisë, dhe po ashtu një herë në javë, një terapi me vajra aromatik ose mund të themi vajra esencial, pra me aromaterapi. Është ardhur koha ndoshta që të gjitha këto të përfshihen dhe të bëhen pjesë e rutinës tonë.